Nga Kruja në një takim me banorët atje në tregun artizanal në takimin me bizneset, Sali Berisha kritikoi ashpër gjendjen aktuale të qytetit të Krujës, duke theksuar se është lënë pas dore nga qeveria me mungesë investimesh, rrugë të pambaruar dhe mungesë uji. Ai akuzoi kryebashkiakun për investime personale dhe qeverinë Rama për përqendrim të pushtetit dhe mungesë transparence në menaxhimin e fondeve publike. Berisha premtoi ulje të çmimit të energjisë, përgjysmim të çmimit të ujit, kufizim të taksave dhe krijimin e një klime të favorshme për biznesin dhe prodhimin vendas Made in Albania. Ne parat që marrim nga qytetarët, nga secili prej jush të vëshën në çdo mall që bleni, ne do i kthejmë një pjesë të mirë tek ju për rroga, për pensione, dhe do vendosim minimumi jetik. Minimumi jetik është një shumë me të vërtet minimale, 200 euro, por është një shumë që çdo shqiptar e nxjerr jashtë varfërisë ekstreme. Nuk ka, një njeri që merr 6.3 euro në ditë, nuk është në varfëri ekstreme, është i varfër, por jo në varfëri ekstreme. Kështu që me këte ne bëhem një shoqëri më e drejtë, më moralshme, dhe dëshmojmë se nuk do të lëm njeri në vuajtje, në dhimbje, në mjerim. Ndër prioritetet e tij përmendi rritjen e ndjeshme të pensioneve dhe pagave minimale në përputhje me rritjen e çmimeve, vendosjen e minimumit jetik prej 200 euro, si dhe subvencione të fuqishme për fermerët pa barriera burokratike. Ai akuzoi qeverinë për abuzime me fondet e BE-s dhe për shëndetësi të braktisur, duke premtuar rimbursim të ilaçeve sipas modelit italian dhe standarde më të sigurta për barnat që qarkullojnë në treg. Në fund, Berisha u zotua për rikthimin e vendit dhe ligjit, duke premtuar ndëshkim për kërcënime dhe presionin ndaj votuesve. Ai paraqiti veten si një alternativë për ndryshim të vërtet, duke garantuar investime të drejtë për drejta për Krujën, veçanërisht në infrastrukturë, turizëm dhe zhvillim ekonomik për të ndaluar shpopullimin dhe për të krijuar kushte që të rinjtë të mos detyrohen të largohen nga vendi. Më shumë mirëpritje dhe simbolike, banorët e veshën ish kryeministrin e vendit, kryetarin e Partisë Demokratike Berisha, edhe me kostumin tradicional të burrave krutan.